Ka marrë thirrjen, por shprehet i hapur për t'u përgjigjur drejtësisë. Kjo lëvizje SPAK vjen 2 javë pasi prokuroria e posaçme mori në pyetje Lulzim Bashën, ndërsa Tiranë Ditaren e Mbrëmjes do të ndiqni. Christopher Hill, ishi i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës në Kosovë dha dëshminë e tij në mbrojtje të Hashim Thaçit në Hag. Sipas tij, përveç Miloševićit, askush nuk e kishte thënë se Thaçi ishte përfshirë në tortura dhe abuzime. Donald Trump kërcënon me aksion ligjor BBC-n lidhur me montazhin e 2 pasazheve të ndara të fjalimit të tij të vitit 2021 në një dokumentar. Dorëheqja e 2 drejtuesve të lartë të BBC-s nuk mjafton për Trump, i cili kërkon një dëmshpërblim prej $1 miliard. Përshëndes dhe mirë se erdhët në Ditaren e Mbrëmjes në CNN. SPAK lëshon urdhër për paraqitjen e ish-kryeministrit Sali Berisha në lidhje me hetimet për ngjarjen e 21 janarit, ku humbën jetën 4 protestues përpara kryeministrisë. Sipas dokumentit zyrtar, urdhri është firmosur në datën 7 nëntor 2025 nga prokurori Alfred Shehu, i cili po heton çështjen penale. Në urdhër thuhet se Berisha thirret për të marrë në pyetje si person që ka njohuri mbi rrethanat e dobishme për hetimin në kuadër të procedimit penal për veprat vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorimi i detyrës dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës. SPAK ka dërguar thirrje në adresën e banesës së Berishës në Tiranë, ndërsa sipas dokumentit, materiali është njoftuar edhe përmes postës shqiptare. Thirrja e tij vjen gati 2 javë pasi SPAK mori në pyetje ish-ministrin e Brendshëm Lulzim Basha, por ish-ministri i Brendshëm u tregua i rezervuar dhe nuk dha asnjë detaj për mediat se çfarë kishte deklaruar. Por ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se nuk ka marrë asnjë fletë thirrje nga SPAK për 21 janarin. Megjithatë, Berisha u shpreh i gatshëm për hetimet, të cilat sipas tij janë penguar nga Rama. Për të pyetur për hetimet e 21 janarit, jeni njohur me këtë fletë thirrje? Personalisht, unë nuk kam marrë asnjë. Ka shkuar në kuvent. Asnjë fletë thirrje, prit një minutë. Për faktin e thjeshtë se Alfred Gresa ja u jep para se të ma dërgoj mua, ja u çon gazetarve. Dhe kjo nuk është një, po unë nuk kam asnjë problem, sepse unë do të shkoni. Po pa diskutuar, unë jam njeriu që kam kërkuar më shumë se kushdo tjetër hetimin e atyre ngjarjeve tragjike, kam kërkuar prokuror ndërkombëtar për hetimin e tyre nga polici tek organizatori. Organizator janë me dokumenta se kush është. Pra, unë shkoj, edhe e kam thënë dhe ashtu, legji shkoj në çdo thirrje, se kjo është normale, por jam thellësisht i hetuar, të hetohet e plot kjo ngjarje. Imzot Arjan Dodaj shprehet kundër ligjit për barazinë gjinore. Argjipezh videogjezës së Tiranë-Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë në meshën përpara besimtarëve në katedralin e Shëmpalit në Tiranë u shpreh se parlamentarët e Shqipërisë miratuan një ligj të gabuar që synon familjen tradicionale dhe përkatësisht 2 gjinit, mashkull dhe femër. Nga parlamentarët shqiptarë për t'i thënë burrit burr e gruas gru, duke hedhur bazat për kulturën woke, që do të shkatërrojë ndërgjegjen, vetdijen e engjëjve tanë. Sot, në kulturën tonë shqiptare të fjetur e të nënshtruar nga një ideologjie e kushtëzuar nga lobet e huaja që i trajtojnë jo vetëm tempullin, por dhe vendin tonë si pazar, sot ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë që është e vdekur forca e reagimit në kulturën shqiptare, ku nuk u ngju një reagim më i fortë i ndërgjegjeve përballë rrëmbimit edhe
të atyre pak shpresave që kanë ngelur në vendin tonë, sepse të rinjtë kanë humbur shpresën dhe e kanë braktisur vendin. Por sot rrezikojmë t'ja vjedhim dhe atyre të rive që Zoti në provanin e tij akoma ndoshta donte t'i dhuronte këtij kombi. Është shkelur me këmbë ndërgjegja e njeriut. Dhe ndërgjegja për këtë arsye nuk reagon përballë edhe gjërave më të kthjellta. Burri burr, gruaja gru, mashkulli mashkull, femra femër. Pas një mbledhje pesorëshe, grupi parlamentar i Partisë Demokratike vendosi t'i jap fund bojkotit të nisur këtë të hënë. Sali Berisha deklaroi se bojkoti nuk është opsion dhe se opozita do të rikthehet në kuvend për të rikthyer funksionimin kushtetues të parlamentit, duke paralajmëruar gjithashtu surpriza në seancat e ardhshme. Bojkoti i demokratëve zgjati vetëm një ditë. Pas 5 orësh të mbledhjes së grupit parlamentar, qëndrimet u zbutën duke u rikthyer parimi statutor se fusha nuk mund të lihet bosh. Bojkoti nuk është, edhe një herë, nuk është opsion. Kur nuk kemi ne, kemi të mbaluar bojkotin se ka protestë zoti Berisha. Por kjo për opozitën nuk do të thotë pranimi situatës me të cilën funksionon Kuvendi i Shqipërisë, duke paralajmëruar surpriza me rikthimin në parlament. Po në surprizë. Në surprizë do bëhet çdo përpjekje e domosdoshme për rikthimin e parlamentit mbi funksionimin e tij mbi baza të kushtetutës dhe të ligjeve. Kjo mbledhje e grupit erdhi pas zgjedhjeve të pjesshme të nëntorit, të cilat Berisha i konsideron si zgjatim të farsës elektorale të 11 majit. Njërë t'i falënderoj përzemërsisht kandidatët e pavarur për guximin që treguan dhe konstatuan që është Shqipëria ka vetëm farsë elektorale, kjo është një, tani edhe botërisht po njihet, po fillon të njihet një autokraci elektorale, quhen ta, po diktatura autoritare. Vendimi për të mbajtur një qëndrim ndryshe në kuvend erdhi pasi socialistët me votat e tyre hodhën poshtë kërkesat e demokratëve për komisione hetimore. Kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një konferencë për mediat bëri publike rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në 5 bashkitë e vendit, duke u ndalur veçanërisht te eksperimenti me inteligjencën artificiale gjatë procesit të numërimit në Tepelen. Zgjedhjet e pjesshme vendore të 9 nëntorit i fitoi Partia Socialiste në 5 bashkitë, duke rimarrë edhe një herë drejtimin e këtyre njësive vendore. Në këto votime, Partia Demokratike nuk u fut në garë me logon e saj, por mbështeti kandidatët e pavarur. Ish deputetja Brunilda Mersini arriti të merrte karrigën e kryetarit të Bashkisë së Vlorës, por pa lavdinë e numrave. Vetëm 12.54% e votuesve vlonjat hodhën votën në kuti. Brunilda Mersini, kandidate mbështetur nga Partia Socialiste, ka marrë 15.672 vota, ose 78.44% të votave të vlefshme. Dionis Sota ka marrë 2.333 vota, ose 11.68%. Gjergji Nika ka marrë 1.975 vota, ose 9.88%. Edhe pse Tërmet Peqi, Ervin Demo dhe Agron Malaj braktisën karrigën e kryebashkiakut për një vend në parlament, sërish në Tepelen, Berat dhe Mat fitues dolën të majtët. Për bashkinë e Tepelenës, Gabriel Guma 982 vota, Gramos Sako 3261 vota, për bashkinë e Beratit Ervin Ceca 13050 vota, Pavlo Shkarpa ka marrë 2607 vota, bashkinë e Matit Altin Bojni 7425 vota, Eduard Brahilika 3184 vota, Suzana Pasha ka marrë 549 vota. Cëriku zgjodhi nën kryetarin e komanduar pasi kryetari Andi Salla u largua për të bërë ministër. Për bashkinë e Cërikut Eligert Hima 1275 vota, Amarilda Hoxha 1888 vota, Florence Doka ka marrë 6201 vota. Të rinjt duke se janë larguar përfundimisht nga politika dhe plus 65 vjeçarët ishin votuesi që mbajtën zgjedhjet edhe në këtë nivel të ulët përqindje. Në total, pjesëmarrja për të 5 bashkitë ka qenë 18.45%. Edhe pse rezultati nga inteligjenca artificiale doli më vonë se sa numërimi manual, kryekomisioneri e cilësoi testimin si të suksesshëm. Testi i kryer dje
ishte i suksesshëm, prodhoi pothuajse 100% të njëjtin rezultat me atë që doli nga numërimi fizik i fletëve të votimit. Po konstatohen vetëm disa pasaktësi në leximin e faqes së pasme të fletës votimit. Ndërsa opozita është kritike ndaj votimit dhe numërimit elektronik, Celibashi shkon më tej, duke propozuar që politika të bëjë ndryshime në kod për implementimin e inteligjencës artificiale. Në mënyrë që rezultatet e prodhuara nëpërmjet përdorimit të kësaj teknologjie të konsiderohen ligjërisht zyrtare. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve u shpreh kundër idesë që të vendoset një kufizim ligjor për sa i përket përgjindjes së shpalljes së fituesit. Partitë në Kosovë u njohen me rezultatin paraprak edhe për 18 komunat që të dielën ishin në balotazh. Vetëvendosja shënoi rritje duke marrë 7 komuna, ai sa mori dhe LDK-ja që krenohet me Prishtinën. Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të udhëheqë Prizrenin dhe Ferizajin, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ruajti bastionet e saj. Kosova mbylli zgjedhjet vendore me raundin e dytë, që u zhvilluan të dielën në 18 komuna me një pjesëmarrje prej rreth 33%. Tashmë 38 komunat në të gjithë vendin kanë zgjedhur kryetar dhe këshilltar lokal. Të vendvotimeve, numri i qytetarëve. Lëvizja Vetvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan nga 7 komuna gjithsej. Partia Demokratike e Kosovës doli fituese në 6 komuna, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të udhëheqë në 5 komunat e tjera në nivel vendi. Lista serbe fitoi të 10 komunat e vogla me shumicë serbe, ndërsa Nisma Social-Demokrate, Iniciativa Qytetare për Drenasin Kampion, si dhe Kosovo Demokratik Turk Partisi fituan nga një komunë secila. Lidhja Demokratike e Kosovës do të udhëheqë në Prishtinë, Pej, Lipjani, Stok, Viti, Junik dhe Dragash, me gjithsej 550.000 banor dhe me një territor prej 2700 km². Pavarësisht këtij rezultati, LDK për dallim nga mandati i kaluar ka 2 komuna më pak. Kemi fituar me qytetari, me ide, me punë, me përkushtim. Kemi fituar sepse qytetari i Kosovës e kuptoi qartë dallimin mes punës dhe fjalës, midis dinitetit dhe arrogancës, mbi gjitha midis shpresës dhe frikës. Lëvizja Vetvendosje pasi fitoi në raundin e parë në shtim, Kameniz dhe Podujev, në balotazh arriti fitore në Gjilan, Mitrovica e Jugut, Fushë Kosovë dhe Obiliq. Për ndryshim nga mandati i kaluar, Partia e Kurtit mori 3 komuna më shumë në këto zgjedhje. Por nga numri banorëve, Vetvendosje do të udhëheqë me 420.000 banorë dhe me një hapësirë territori 2100 km². Falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtabet zgjedhore dhe aktivistët tonë, të cilët kanë pasur një betejë të jashtëzakonshme, meqense në të gjitha këto raste, të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetvendosjes. Pra vetvendosja është ballafaqësuar me të përbashkëtën e tyre, e cila është një situatë pa precedent në historinë politike elektorale të Kosovës, andaj ky është një sukses i vetvendosjes. Partia Demokratike e Kosovës arriti të ruajë Prizrenin, si një nga komunat kryesore së bashku dhe me Ferizaj. Kjo parti do të udhëheqë në gjithsej 6 komuna për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Në dallim nga mandati i kaluar, PDK ka humbur komunat si Mitrovic dhe Drenas. Mirëpo nga kjo parti krenohen me faktin se kanë arritur të marrin më së shumti këshilltar lokal. Disa gara kanë qenë më të vështira, madje edhe të pabarabarta, por për ne çdo përpjekje ndershme është fitore në vetvete, sepse PDK-ja nuk e mat suksesin vetëm me numra, por me qëndresën, qetësinë dhe përgjegjësinë me të cilat e përfaqësojnë qytetarin në çdo rrethan. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ruajti të gjithë komunat në të cilat ka qeverisur. Ky subjekt politik do të vazhdojë udhëheqjen në Gjakov, Deçan, Rahovet, Suharek dhe Klin. Konfirmoni besim i rritun për Aleancën e nivel nacional, sikur se dini kemi marrë për parti të 7.500 pak vota, po ashtu kemi rrit numrin e prezencën tonë. Në 5 komuna do të qeverisim, në disa tjera do të bashkëqeverisim. Lista serbe ka fituar 10 komunat me shumicë serbe, pasi 9 i fitoi në raundin e parë, ndërsa në balotazhe edhe Klokotin, megjithëse rreth 65.000 banorë. Me përfundimin e zgjedhjeve lokale, vëmendja e politikës në Kosovë kthehet sërish tek patatja e nxehtë, krijimi i qeverisë së re dhe mundësia e zgjedhjeve të parakohshme. Në një prononcim, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se aktualisht ka 2 opsione: një qeveri Kurti 2.5 deri në dhjetor ose Glauko Njufca deri në prill. Ngelur edhe 10 ditë
mandati i është dhënë nga zonja presidente Vjosa Osmani, plau kënjufësës nga lëvizja vetëvendosje. Ne urojmë për më të mirën, e ritheksojmë, nuk mendojmë që është punë e mençur të shkojmë në zgjedhje edhe në dhjetor e më pastaj edhe sërish në prill, kështu që deputetët të Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi kurti 2.5 deri në dhjetor, ose konjufsa 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur. Domethënë duhet të përcaktohen për njërën prej këtyre. Christopher Hill, ish i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës në Kosovë, ka dëshmuar në mbrojtje të Hashim Thachit. Diplomati i dalë në pension që ka shërbyer edhe si ambasador në Serbi, tha se Hashim Thaçi nuk kishte rol vendimarrës, ndërsa ai nuk e drejtonte ushtrinë çlirimtare të Kosovës, duke e përshkruar atë si një njeri që fliste butësisht dhe në mënyrë të mendueshme. Hill theksoi se përveç Miloševićit askush nuk e kishte thënë se Thaçi ishte përfshirë në tortura dhe abuzime. Ai gjithashtu e përshkroi ushtrinë çlirimtare të Kosovës si organizat pa strukturë vertikale dhe pa organizim hierarkik. Tek kontakti i parë që keni patur me UÇK-n, a e dini nëse dikush apo ndokush që vepronte në emër të Shteteve të Bashkuara bëri kontaktin e parë me UÇK-n? Kur pra ndodhi kjo që dikush një përfaqësues i Shteteve të Bashkuara pati kontaktin e parë me UÇK-n? Përgjigje, kjo është pyetje e thjeshtë për të përgjigjur, do duhet të ishte kështu, por nuk është në fakt pyetje e thjeshtë. Problemi i madh natyrisht është se EÇK-ja ishte me UÇK-n ishte pa aftësia dhe pa mundësia për të gjetur një lider, një udhëheqje aty, për të gjetur njerëz që mund të flisnin me autoritet. Pra Robert Gelbard, i cili kishte mbajtur pozitën që kisha mbajtur unë deri në momentin që ai ishte kërkuar të përqendrohej tërësisht në Bosnjë, që pra bëhet fjalë për majtën 98-s, ai kishte patur disa takime me shqiptarët të Kosovës në Zvicër dhe kishte dëgjuar se ata ishin përgjegjës të UÇK-s, nuk mendoj se kjo është e vërtetë dhe nuk ka patur asnjë provë që mund të sugjerojë që ata ishin në fakt të tillë për asil hec të UÇK-s. Dhe nuk më kujtohet kush ishin ata, kërkoj ndjes, por e di që janë bërë përpjekje nga ai ka bërë përpjekje dhe të tjerë kanë bërë përpjekje për të gjetur se kush ishte për të zbuluar kuptuar se kush po hiqte UÇK-n. Kjo ishte e qartë nga ato biseda se njerëzit me të cilët kishte biseduar ishin njerëz që konisht kishin simpati të madhe ndaj qëllimeve të UÇK-s. Pra që përku ishte një lëvizje më shpejt dhe për shpejtuar drejt pavarësisë, por nuk ishte qartë fare se ata kishin ndonjë gjë për thënë lidhur me të më shumë se sa dikush tjetër. Pyeti, ju përmet ambasadorin Gelbard, në një moment të caktuar ambasadori Gelbard e ju referua UÇK si të organizatë terroriste? Përgjigje po. Dhe kjo ishte pjesë një disa ngjarjeve në VMC që sollën çështjen e Kosovës në një nivel krize. Pra ambasadori Gelbard, si shumë zyrtar të shërbimeve të jashtme të tjerë, mbështeti shumë në përvojat të kaluarës. Përvojat e tij të kaluarës kishin qenë në Amerikën Latine, ku ai ishte marrur, kishte trajtuar problemet e tregtisë së narkotikëve dhe çështjet e tjera që përfshinin krimin organizuar. Në një moment të caktuar bëri një deklaratë të tillë dhe tha se ishte marrur me kishte trajtuar për çështjet e tilla me organizata të ndryshme kriminale dhe përdori termin terrorist, dhe që ai e konsideronte pra UÇK-n si terrorist. Kjo ishte në shtyp, ishte koment që ai bëri për shtypjen dhe kjo ndodhi me një herë, pak kohë më pas një incidenti të cilën forcat e sigurisë serbe rrethuan shtëpinë e familjes Jashari dhe për pasojë të gjithë u vranë aty. Kjo ishte një shpërthim i madh i veprimeve armiqësore, pra pati shumë kritikan se lidhur me deklaratën e zotit Gelbard, pra se UÇK-ja ishin terroristë dhe se kjo kishte në një farë mënyrë për shpejtuar këtë ngjarje të veçantë, zhvillimin e kësaj ngjarje, pra nga të shkaktuar nga forcat e sigurisë serbe.
Donald Trump i shkruan BBC-s duke kërcënuar zyrtarisht me aksion ligjor lidhur me montazhin e 2 pasazheve të ndara të fjalimit të tij të vitit 2021 në një dokumentar. Një veprim ky i bërë për të fuqizuar idenë se republikani i kishte kërkuar mbështetësve të tij të sulmonin Capitol Hill. Një stuhi e vërtet ka përfshirë median britanike, teksa drejtori i përgjithshëm Tim David dhe drejtoresha e lajmeve Deborah Turnes u dorëhoqën të dielën në mbrëmje pasi një memo e bërë publike kritikonte dokumentarin mbi presidentin. Memoja e shkruar nga ish-këshilltari i BBC-s Michael Prescott pretendonte se programi kishte montuar së bashku 2 pjesë të fjalimit në mënyrë që presidenti të dukej sikur inkurajonte manifestuesit në janar të 2021-shit. Tërheqja e 2 drejtuesve të lartë të BBC-s ka ngacmuar edhe më shumë presidentin amerikan që tani kërkon një dëmshpërblim prej $1 miliard. Përfaqësuesit ligjor të presidentit u kanë dërguar një letër rrjeti televiziv duke i dhënë afat deri në datën 14 nëntor për përmbushjen e kërkesës. Ndjesa ka të bëjë me mënyrën se si ekipi montoi fjalimin e presidentit Trump drejtuar mbështetësve të tij më 6 janar. Ishte diçka publike, e diskutuam dhe në fakt kishte disa rezerva. Kishte disa persona në bord që ndjenin se ishte e gabuar, të tjerë e mbronin. Por ajo që po them është se duke u kthyer pas mund të duhet të kishim vepruar më herët dhe të kishim marrë një qëndrim më formal për këtë, gjë që e kemi bërë tani së fundmi. Një pjesë e problemit është mënyra se si u montua, por cilat ishin pasojat e kësaj. Mendoj se duhet të hynim pak më shumë në detaje, gjë që më në fund bëm, pra përshtypja që la tek audienca britanike në krahasim me qëllimin e programit, që ishte t'u jepte shikuesve të Panoramas një kuptim më të mirë se si e shihnin mbështetësit e presidentit Trump atë fjalim. Tani ky është një proces mendimi mjaft i ndërlikuar dhe duhet ta bëjmë siç duhet. Nuk doja të humbja Tim Davin. Mendoj se Tim Davi ka qenë një drejtor i përgjithshëm i shkëlqyer. Dhe më lejoni të them, asnjë antar i bordit nuk donte ta humbiste. U mërzitëm nga vendimi. E kuptoj në nivel njerëzor. Tim është përballur me shumë sulme, ka qenë pa ndërprer, është gjithashtu një punë shumë e vështirë. Ne e marrim këtë shumë seriozisht. Dua të them, ka probleme të vërteta këtu. Është periudha 3 vjeçare dhe më lejoni të them BBC-ja gjatë këtyre 3 viteve ka prodhuar qindra orë gazetari të shkëlqyer në televizion, audio dhe online. Ne kemi bërë dhe bëjmë një punë të madhe, por pashmangshëm bëjmë edhe gabime. Dhe ato që ai ka identifikuar janë gabime, qoftë individuale, qoftë që tregojnë për probleme themelore, të cilat i pranoj. Incidenti me shpërthimin e tubacionit të Nord Stream do të jetë edhe një shkak që Europa mund të distancohet nga Ukraina. Hetimet e thelluara gjermane kanë zbuluar lidhjen e sabotatorëve me ish-generalin e lartë Ukrainas, Valeri Zaluzhny. Gjermania kërkon ekstradimin e personit kyç që kreu aktin ndaj Nord Stream 2, por aktualisht ai është në grevurie në burgun e Italisë në Emilia. Autoritetet besojnë se nëse greva e urisë vijon, ekstradimi i tij mund të vonohet. Për afro 3 vite, një ekip detektivësh mbledhet çdo mëngjes rreth një tabele të bardhë në selinë e Policisë Federale Gjermane në Potsdam, pranë Berlinit. Hetimi i tyre për atë se kush qëndronte pas aktit më të madh të sabotimit në historinë moderne, bombardimin e tubacioneve Nord Stream, po kërcënon të coptojnë mbështetjen për Ukrainën, vendin që ata konsiderojnë përgjegjës. Polonia tashmë ka refuzuar të ekstradojë një nga të dyshuarit për të gjykuar në Gjermani. Në vend të kësaj, ajo shikon atë si një hero për shkatrimin e burimit jetësor të ardhurave për makinerinë e luftës së presidentit rus Vladimir Putin. Kryeministri polak Donald Tusk, i cili prej kohësh ka vënë në dyshim varësinë e Gjermanisë nga energjia ruse, e talli hetimin. Problemi nuk është se tubacioni u hodh në erë, thaj. Problemi është se ai u ndërtua. Hetuesit gjerman janë të bindur se grupi i Ukrainës që dyshohet se hodhi në erë tubacionin e gazit në detin Baltik veproi në drejtimin e komandantit të atëhershëm të përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës, Valeri Zaluzhny. Wall Street Journal raporton se policia dhe prokurorët gjerman kanë krijuar një pamje të qartë se si një njësi elitare ushtarake ukrainase kreu sulmet në udhëheqjen e tepërtërit të generalit Zaluzhny. Qëllimi i sabotatorëve ishin të ulin të ardhurat nga Rusisë nga nafta dhe lidhjet e saj ekonomike me Gjermaninë. Duke ndjekur kompanitë e qira Asanieve, telefonat dhe targat, ekipi hetimor gjerman hodhi themelet që autoritetet gjermane të lëshonin urdhër arreste për 3 ushtar nga një njësi e forcave speciale ukrainase dhe 4 zhytus veteran, sipas njerëzve të njohur me rastin, citon Wall Street Journal. Komandanti i njësisë së sabotimit, Serhij Kuznetsov, u arrestuan në Itali pas një kërkimi të gjerë dhe përmbahet në një burg të sigurisë maksimale në Emilia. Deri në 10 orë gjyqtarët italian pritet të vendosin nëse do ta ekstradojnë ukrainësin në Gjermani. Kuznetsov
ka qenë në grevuria për më shumë se një javë, sepse pretendon se burgu nuk i plotëson kërkesat për dietën e tij vegane dhe pak gluten dhe ka vizita të kufizura familjare. Nëse greva uris rezulton në shtrimin e tij në spital, ekstradimi i Kuznetsov mund vënohet. Ishte gjithë çka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Unë ju përshëndes dhe faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.